Vllaznia në volejboll për femra ka dalë fituese në përballjen me Dinamon, ndeshje e luajtur në Qesim Dervishit të Shkodrës e vlefshme për javën e fundit të fazës së dytë të Superligës së femrave. Rezultati 3-1 në favor të kuqebluve të drejtuara nga Nora Deda ishte i merituar, por realisht fitoria në fjalë nuk i vleti vllaznisë sepse duke u renditur në vendin e 7 të klasifikimit e parafundit në tabel, ka mbetur jashtë zonës së fazës finale play-off. Madje jo vetëm që nuk u arrit play-offi, por për të mbijetuar në kategorinë e Superligës së volejbollit të femrave, vllaznisi duhet të luajë një ndeshje suplementare play-out me skuadrën e vendit të dytë të kategorisë së parë. Ndeshje shumë e bukur. E prisnim fitoren, se me Dinamon edhe fazën e parë ne kemi fituar 3-2, edhe kështu që fitoren e prisnim, por u bë ndeshje shumë e bukur dhe emocionuese. Nuk luan ndonjë rol, por nuk do të thotë që ne duhet të dorëzohemi dhe mos të luanim. Mendoj që i kemi mbivlerësuar skuadrat edhe kjo ndonjëherë nuk rezulton për mirë, por megjithatë ndonjëherë kështu është volejbolli, është interesant. Nuk është, unë që kam një eksperiencë shumë të gjatë, kjo është volejbolli. Kishim pritshmërinë shumë të lartë, duke ditur me lojtarët e huaja, skuadra ishte mirë, stëvitshmëria ishte shumë mirë dhe më vjen keq për pritshmërinë që kishim edhe objektivin që ne kemi, por thashë një herë volejbolli kështu është. Me emocione ka përjetuar këtë ndeshje volejbollistja talentuar Paula Gjyshja, e cila si pjesë e Dinamos luante ndeshjen e parë kundra ish skuadrës së saj vllaznia. Emocioni pa përshkrueshëm, sepse është hera e parë që unë luaj kundra vllaznisë në Shkodër, ku është kjo fusha vendi ku unë kam nisë gjithçka, edhe sot ishte një emocion i pa përshkrueshëm, mund të them. Dinamo është ekipi që unë mund të them e kam kërku. Ka stërvitje shumë të mirë, stafi është jashtëzakonisht i mirë, vajzat janë shumë të mira dhe kam gjetë veten shumë mirë në këtë ekip. Ajo që ra në sy në këtë ndeshje ishte se në mesin e setit të 4 falë dhe një reagim nga publiku për një vendim të dyshimt në dëm të vllaznisë, arbitrat ndërpren ndeshjen për afro 15 minuta për shkak të mungesës së forcave të rendit.